Prej lutjeve madhështore profetike është edhe lutja cilën e ka bërë i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam kur ka thënë Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. O Allah, ti je ai i cili ma ke përsos fizionomin time, andaj me përsos edhe sjelljet e mia. Subhanallah, me të vërtet, njeriu i ka dy bukuri. Bukuria e parë është bukuria konkrete, pra pamja, fizionomia e tij, shikoni se Zoti se si na ka përsos fizionomin, na ka bërë që të esim në dy këmbë, na ka bërë që ta kemi artikulimin e trupit më të mirë se çdo gjallës mbi sipërfaqen e tokës. Përse kjo bukuri nuk mjafton, nuk është kjo bukuri esenca për çka jemi kriju. Bukuria e dytë është ajo që kërkohet prej neve, është bukuria e sjelljeve. Prandaj këtu po thot profeti alayhis salam, o Allah, ti që ma ke përsos fizionomin, mi përsos sjellje. Kur ta shikosh, kjo është qëllimi, për çka ka në ardhur profetët, edhe nuk ka në ardhur për ndonjë qëllim tjetër. Profeti alayhis salatu wasalam thot, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Unë jam dërguar vetëm për një arsye, jam dërguar vetëm që t'i përsosi sjelljet e mira. Pra këtë o robi Allahut, këtë e ki bukurin e trupit, nëse nuk e ki bukurin e sjelljes tua, çka të nevojitet ajo bukuri fizike, kur ti i thu fjalë të helmushme, kur ti fol fjalë dyta, kur ti gënjen, kur ti ju bën padrejsi njerëzve, çfarë do bie ka ajo bukuri fizike? Për Zotin po ju pyes, çfarë do bie ka? Asgjë. Asgjë, vetëm s'ka ta shton edhe më shumë mjerimin, edhe më shumë mendjemasia ju shtohet këtyre njerëzve. Prandaj esenca është përsosja e sjelljeve. Sjelljet, kur është fjala, këto përfshihen gjitha llojet e sjelljeve. Duke a fillu sjelljet me krijuesin, duke adhuru ata, duke fol fjalë të motra me Zotin, mos me fol për to pa dije, me adhuru ata, me ju nështru atij, pastaj sjellja ndaj profetit e tij alayhis salam, duke ndjek rrugën e tij, pastaj sjellja ndaj prindërve, mos më thon asafe, mi respektu, sjellja mirë ndaj farefisit, ndaj kojshive, ndaj njerëzve që i takon në rrugë, ndaj civilëve, ndaj pushtetarëve, ndaj çdo kujt. Prandaj kjo është ajo që kërkohet prej neje. Andaj këtë lutje ja u rekomandoj gjithëve që të luteni Allahut që t'ja u përsos sjelljet tuaja.